Mirë se vini. Sot do të flasim për lojën e brezave, që e ka formuar evolucioni marrëdhënien mes prindërve, fëmijëve dhe brezave. Le ta zbulojmë së bashku. Loja e brezave. Imagjinoni një vajzë të re që ulet pranë gjyshes së saj dhe së bashku shikojnë një album të vjetër familjar. Në çdo fotografi shfaqen fytyra që ajo nuk i kishte njohur kurrë. Gjyshja i tregon: ky ishte stërgjyshi yt, kjo ishte stërgjyshja jote, këta janë paraardhësit tanë. Vajza veren se shumë prej tyre nuk jetojnë më. Por lind një pyetje interesante. Nëse ata nuk jetojnë më, si është e mundur që një pjesë e tyre jeton ende tek ne? Biologjia jep një përgjigje interesante. Çdo njeri mban brenda vetes gjenet e prindërve të tij, por jo vetëm të prindërve. Ne mbajmë edhe gjenet e gjyshërve, stërgjyshërve dhe mijëra paraardhësve tanë. Secili brez ja ka kaluar një pjesë të vetes brezit pasardhës. Dhe një ditë, nëse kemi fëmijë, edhe ne dua t'ua kalojmë një pjesë të vetes atyre. Në këtë mënyrë jeta vazhdon brez pas brezi. Sipas biologjisë, ne nuk jemi fillimi i historisë. Ne jemi vetëm hallka më e fundit e një zinxhiri që vazhdon prej miliona vitesh. Çdo paraardhës i yt kishte një detyrë biologjike, të bien tonte, t'ia kalonte gjenet brezit tjetër. Po të kishte dështuar vetëm një prej tyre, ti nuk do të ishe këtu sot. Prandaj, kur shikon familjen tënde, nuk shikon vetëm njerëz, shikon një histori mbijetesë, një histori zgjedhjesh, një histori dashurie, një histori sakrificash dhe një histori që vazhdon ende sot. Biologjia nuk pyet kush ishte më i pasuri apo më i famshmi, ajo pyet vetëm një gjë: cilat gjene arrin të vazhdojnë? Ata që patën pasardhës, ja kaluan gjenat brezit tjetër. Ata që nuk patën, me kalimin e kohës, linja e tyre gjenetike u ndërprer. Pra ky është kuptimi i asaj që ne e quajmë loja e brezave. Kur shohim në pasqyre, shohim vetëm veten, por biologjia na kujton se brenda nesh jetojnë gjurmët e mijëra njerëzve që erdhën para nesh. Ne jemi hallka e rradhës së një zinxhiri që ka vazhduar për miliona vite. Dhe ndoshta një ditë, një nip apo një mbes do të hap album të vjetër familjar dhe do të shoh fotografinë tonë dhe do të pyes: kush ishin këta? Ndoshta atëherë do të kuptojmë se ne nuk jetojmë vetëm për kohën tonë, por ne jemi një pjesë e vogël e një historie shumë më të madhe që vazhdon nga një brez te tjetri. Faleminderit që më ndoqët deri në fund. Nëse ju pëlqeu kjo video, bëni like, abonojeni dhe shpërndajeni me të tjerët. Shihemi në videon e radhës.